Një aksident I rënd ka ndodhur së fundmi në afërsitë të fshatit Qungur në komunën e Pejës, ku përpasoj ka humbur jetën një person dhe një tjetër është plagosur rënd. Viktima dyshohet të jetë Eldion Kelmendi, vëllai I reperit të njohur nga Peja Gjesti. Sipas burimeve nga fshati Treboviq, ku edhe jeton familja e viktimës, Eldioni ka ndëruar jetë në vendin e ngjarjes si pasojë e përplasjes së rënd. Po ashtu është raportuar se një tjetër banor I fshatit është lënduar dhe aktualisht ndodhet për trajtim në spitalin e Pejës. Ngjarja ka tronditur komunitetin lokal, ndërsa familja Kelmendi nga Pavlani po përballet me një humbje të madhe. Banorët e zonës kanë shprehur ngushëllimet e tyre dhe kanë kërkuar që të zbardhen sa më parë rrethanat e aksidentit. Policia ende nuk ka dhënë një komunikat zyrtare për shkaqet e aksidentit, ndërsa hetimet janë në vazhdim. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.